për punën e qeverisë. S'ka pas nevoj për PDK dhe LDK për qeveri. S'ka pas nevoj... Se para se ta formoni qeverinë, ju thonit ne duam dialog, që nuk kuptoj edhe koalicion. Une personalisht mendoj që ai e ka një zorë në gjep. Kurti? E ka një zorë në gjep të vetit, që nështë nxjerrë në një moment, por sot që shi deklaroj, a i sa vota i ka, a i sa bohën 81 me LDK-n, a i veç që se tha që LDK-ja është e gashme, po prap a rrinë krejt në sala nuk rrinë. Megjithatë, po lexoj, ka propozimet ndryshme, për diken familje Qashari, ka propozime për zotin Haradinaj, ka propozime të një marrëveshje. Unë mendoj që duhet një marrëveshje politike në mes forcave politike dhe pastaj ai që shkon, ai që futet në sallë për të zgjedhur, me qenë i sigurt që zgjedh. Zoti Kurti sot në një takim me gazetar u pyet edhe për vizitën që kishte bërë familjes Qashari dhe tha që e konfirmoj, mbrëm që kishte bërë një gjë të tillë. Tash në këto kohë kur përmendet aq shumë familja Qashari dhe dikush qoftë Bashkim Qashari, qoftë Bekim Qashari, qoftë Murat Qashari, për ju çfarë do thoshte një kandidaturë e këtyre emrave? Shiko, është e vështirë me u deklaru. është e vështirë me u deklaru, por nuk është politika, nuk duhet me u thjeshtu në familje. Posti i presidentit vendit është politik. Dhe duke qenë i tillë, me siguri që nëse pajtohen, unë s'kam kur gjë kundër, me zgjedh kënda që garanton unitet qytetarëve dhe është i përgatitur mu përballë me detyrat që ka presidenti i vendit. Nuk mendoj që duhet me u vendos dikush një ishi, cili do qoftë ai, një ishi, ka qenë politikan i mirë, për shembull ne kom pas menu që për një politikan dikur ka qenë shumë i zoti. Për cilën e keni fjallën apo s'doni ta tregoni emrin? Jo, për shembull ka qenë Mahmud Bakalli, ka qenë i përmendur në Kosovë, dhe ishte shumë i zoti, shumë i fortë. Se kur e kemi pa në televizor, ai folke, lexojke mira, në duke i mira. Po kur e kom pa kështu, kur kom hyrë në bisedë me te, se si kish ato letrat që i lexojke me veti. E tani, në raport presidenti që lexon letra dhe presidenti që prodhon politika të interesit nacional janë dy persona që është vështirë me i pas të dyjat në një trup. Prandaj unë mendoj që çdo marrëveshje politike për kandidatin në mes të partive të mëdha prodhon presidentin e duhur për Kosovën. Okej, marrëveshje politike mes jush dhe vetëvendosjes nuk kupton për ju, se ju kam dëgjuar edhe më herë të thoni që një kandidat nga PDK-ja, pra një i propozuar nga ju, apo jo, apo e kuptoni ju kështu marrëveshje? Jo, unë mendoj që kandidatin mund ta propozoj edhe Albini, edhe të PDK-s, sepse ne s'muj me zgjidh kandidatin ton, pa desht Albini. Në qoftë se ne ja qesim Albinit një kandidat që ai menon që s'mundet me punu me te, sepse ka angazhim përbashkët, ai kryeministër, ky president, dhe duhet me qenë edhe ai pajtimit me një emër. A është ky propozimi PDK-s apo juje që Albini leta... Unë e po flas. Se që nga interesant kjo, që Albini ta caktoj kush nga PDK mund të president. Pse po them unë është mirë me ullë në tavolinë, edhe me i bisedu dhe emnat janë ullë. Anej e kënej. Janë ullë, mbrëm. Po, nuk janë ullë me bo marrëveshje.
Nuk janë ra dakord me bo marrëveshje dy partit me zveti që ta zgjedhin bashkë presidentin. Kjo duhet tjetë marrëveshja e parë, që të qëndron grupi parlamentar në salë dhe që ta votoj kandidatin për president dhe lehet e zbrazta. Jo, merrem i vesh nesër për emnin. Edhe të nesit ulen 2 kryetarë, ulen. Po, ky Albini po e konsumon mediatikisht takimet me kryetarë, ndoshta dhe jo ndoshta, po asnjëherë ato që thuhen nëpër konferenca për media nuk thuhen gjitha, metet diçka mrena aty që kanë folë pa media, pa mikrofona, pa njërën e pa tjetën, por unë besoj që është e parafërt ideja që do të zgjedhet presidenti i Kosovës. Më e afërt se sa zgjedhjet e reja. Po. Apo e ruan Albin Kurti rivalitetin vetëm me PDK-n?